duhem vënë para nenit një. Më thënë, thelbi ai është TVSH për llogaritën mbi vlerën përfundimtare e transaksionit, vlerën e produkteve, përputhemi këtu. Për efekt të kësaj pike, vlera përfundimtare e transaksionit, se kjo është e rëndësishme, është vlera për produktet bujqësore, blektorale, kanë futur bimore, shtazore, peshkore, pyjore, në transaksionin e blerjes së produkteve nga fermerët, dokumentuar me një faturë ligjore të dakordsuar mes palëve, ku përfshihet dhe vlera e tatimin mbi vlerën e shtuar. Pse kam thënë dakordsuar mes palëve? Sepse po ndodh dhe në referencët e të asaj që tha zonja, edhe për numrin e fermerëve, diferencat e fermerëve me nipt që kanë bërë shitje të verifikuar në sistem dhe fermerëve të tjerë që edhe ata kanë bërë shitje, edhe 90.000 të tjerët kanë bërë shitje, etj. Me radhë, është fakti që sot që flasim, faturat i plotson grumbulluesi, pa prezencën e bujkut, shitës, pra fermerit me nipt në këtë rast, dhe që janë fatura formale. Merr niptin e fermerit dhe i plotson një herë në muaj faturat. Atëre, kanë futur konceptin e faturës së dakordsuar midis fermerit edhe grumbulluesit. TVSH llogaritet duke pjesëtuar vlerën përfundimtare të transaksionit me koeficientin 6. Zotëria ka bërë edhe formulën. Unë i kam rënë për shkurt me 6. 6 është rezultati dhe në fund. Dhe kam bërë disa definicione për qartësuar. Për qëllim të këtij neni me terma të mëposhtëm kuptohet. Prodhues bujqësor është subjekti që zhvillon aktivitetin e vet në kuadrin e një sipërmarrje bujqësore, blektorale, peshkore apo pyjore. Sipërmarrje bujqësore, blektorale, peshkore apo pyjore është vëmendëria që ushtrohet nga prodhuesi bujqësor për prodhimin e produkteve bujqësore. Dhe produkt bujqësor është një produkt bimor apo shtazor i cili prodhohet nga një prodhues bujqësor në një sipërmarrje në kuadrin e aktiviteteve përcaktuara dhe të listuara sipas aneksit 3 që i bashkangjitet ligjit, është aneksi atje. Aktivitet prodhuese bujqësore janë ato të përcaktuara në aneksin 3 bashkangjitur këtij ligji. Kaq është propozimi, pothuajse përputhet me atë. Ministria, për këtë amendim që e keni pas marrë, keni ndonjë mendim për të na dhënë neve para se të kalojmë votim? Ministria do ngelet versionit të propozuar nga Këshilli i Ministrave. Okej, atëherë do hedhim në votim amendimet më përpara. Amendimi i zotit Bozdo dhe i zotit Braçe janë dakordsuar, të dy kanë të njëjtin formulim. Kush është dakord me amendimet? 5 janë dakord. Kush është kundër me amendimet? 6 kundër, amendimet nuk kalojnë. Kalojmë tek neni 1. Te neni 1 kemi prap një amendim që vjen nga zoti Bozdo. Ta lexojmë, e keni ta lexojë edhe një herë zoti Bozdo para se të kalojmë në votim. Po. Atëre, neni 3.1 dhe pika 3 riformulohen si më poshtë dion. Pika 1, në thonjza, janë subjekti kësaj skeme. A. Prodhuesit bujqësor që autofaturohen nga subjektet të TVSH-s. B. Prodhuesit bujqësor të cilët janë subjektet të TVSH-s dhe lëshojnë faturë shitje për produktet e shitura. C. Prodhuesit bujqësor që autofaturohen nga subjektet si biznes i vogël, por që nuk janë subjekt i TVSH-s. Subjektet e mësipërme lëshojnë faturë tatimore për shitësin, prodhuesin bujqësor, për çdo furnizim madhësh apo shërbimesh të marra prej tij. Vlera e faturës përfaqëson vlerën e furnizimit paguar nga blerësi për llogari të shtetit, mbi cilin aplikohet norma e kompensimit sipas këtij ligji. Pika 3. Kompensimi i akorduar i paguhet prodhuesit bujqësor nga administrata tatimore. Për të përfituar të kompensim, shitësi prodhuesi bujqësor duhet dorëzojë në administratën tatimore numrin e llogarisë së tij bankare. Kompensimi është i përmuajshëm dhe bëhet automatikisht nga ana e organeve tatimore në fund të muajit të vitit pasardhës. Ministria, se besoj që keni ndonjë sugjerim për këtë? Jo, unë do doja të dëgjoj një argument teknik. Po. Domethënë, për kategorinë e parë, cila është arsyeja që këta nuk përfshihen? Për kategorinë e dytë, për kategorinë e tretë dhe për kategorinë e katërt, ata që thash unë, që dalin shesin vet në tregun e lirë në çdo qytet.
E keni marrë amendimet me email, i keni të printuar, e keni aty. Besoj që drejtoresha shpjegoi edhe më përpara, skema në këtë moment është një skemë për fermerët që kanë njip nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, jo nga QKB-ja. Ata që pastaj janë të regjistruar në QKB, kuptohet që kanë tatim fitimin 0 deri në 2029, por nuk janë grupi që supozohet të përfitojnë nga kjo skemë. Të pajisur me NIPT nga tatimet ishin 10.000 apo jo? 10.000 ishin. 10.149. Okej. 10.149. Okej. Tani 90.000 të tjerë që prodhojnë, sipas jush nuk do të marrin kompensim. Tregtar, jo më fermer. Si janë tregtar, më kanë prodhuar. Dhe dalë në tregun e lushnjës ku furnizohet treqereku i Shqipërisë. Dhe shes në tregun e lushnjës. Unë fermeri, dalë kam mbushur 300 kuintal mall nga Spolata, kam zbritur atje apo nga Drenovica kam marrë aty dhe po e shes atje. Çdo më thënë. Kam prodhuar me njësoj si ai tjetri. Si ai tjetri kam prodhuar unë. Zoti Braçe, problemi që më vendi që ai është tregtar, pastaj do krahasohet me shitësit e tjerë. Po tregtar jam dhe unë, edhe unë që shkoj ke pika e grumbullimit, tregtar kthehem. Në atë moment tregtar kthehem ose po shes. Po shes. Tregtar jam, po shes. Ndoshta, shikoni, për ta bërë pak më të thjeshtë, se ndoshta edhe ju s'po kuptoni çfarë jemi duke thënë. Skema e kompensimit që s'ka lidhje me TVSH-n, që ju prezantoni, përfshin vetëm një lloj kategorie, dhe kategoria janë prodhues bujqësor që autofaturohen nga subjektet të TVSH-s. Tani kemi edhe dy kategori tjera, minimalisht, zoti Braçe e zgjeroi më tej, po të paktën me gjetjet e mia unë kam vendosur vetëm dy. Keni prodhues bujqësor të cilët janë subjektet të TVSH-s. Po janë subjekte të TVSH-s, janë pjesa e formalizuar e tregut. Në është tregu formalizuar është këtu. Këta nuk përfitojnë nga kjo skemë, se s'ka kuptim. Si? Okej, në rregull. Lëre, vazhdojmë, se s'ka problem. Që ti edhe subvencionon për lopët. Unë do thosha, na e bëni pak të fabulën e këtij ligji, na e bëni pak, na e tregoni, na e bëni çik narracionin. Ka dhe një lloj tjetër kategorie, po ja them dhe këtë, se ndoshta keni shpjegim, që janë prodhues bujqësor që autofaturohen nga biznesi i vogël, dhe ju dha shembull si Baxhot. Baxhot mbledhin qumshin, ku diun, edhe bëjmë produktet e tyre. Këto autofaturohen, po dhe këta, sipas skemës që keni sjellë ju, as këta nuk përfitojnë nga kompensimi. Po dakord pra. Tani, këtë kompensim do ta bëjmë për 1/10 ose 1/20 dhe nuk e bëjmë për tjerët. Okej, në rregull. Atëherë na thoni që ne e njohim dhe nuk duam ta bëjmë për. Dakord, në rregull. Kjo është tjetër gjë. Mendova se s'po e kuptonë. Bëni një përmbledhje të kësaj që marrin tre kategoritë fermerëve. Sot kemi një fermer i cili ka një qarkullim mbi 10 milion lek, është subjekti të TVSH-s, kuptohet që operon dhe zhvillon aktivitetin ekonomik me NIP nga QKB-ja. Ky është një fermer subjekti të TVSH-s, është si çdo lloj subjekti tjetër që zhvillon një aktivitet ekonomik dhe e krediton TVSH-n. Pra, kjo kategori fermeri nuk është pjesë e skemës. Kemi një fermer tjetër, i cili zhvillon aktivitet ekonomik si i vetë punësuar dhe ka hapur në QKB një NIPT. Aktivitetin e tij e ka në fushën e bujqësisë dhe ai prodhon domate, shet domate. Ky konsiderohet i vetë punësuar dhe në bazë të ligjit të vitit 2023 për tatim mbi të ardhurat është një i vetë punësuar si çdo lloj i vetë punësuar tjetër. Dhe ky nuk paguan asnjë tatim mbi të ardhurat personale deri në 2029.
Ky fermer, i cili është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, është i vetpunësuar, aktiviteti i tij është në sektorin bujqësor apo blegtoral, nuk ka se ti kompensohet 10% për arsye sepse ky është një lloj si çdo vetpunësuar tjetër dhe unë nuk mund t'i jepet 10% kompensim i TVSH-s si çdo lloj si një vetpunësuar që është në shërbime, që shet rroba, që shet një baxho ose një tjetër. Kjo skema e kompensimit fletërejt e shesht që përkthehet në Shqip, por është termi BE-s, për fermerin është për të gjithë fermerët të cilët nuk janë të regjistruar në QKB, janë të gjithë fermerët të cilët në bazë të ligjit të procedurave tatimore. Ta përfundoj për skemën për cilën po i dedikohet. Skema që kemi është skema e fermerëve që nuk janë të regjistruar në QKB, është skema të cilët në bazë të ligjit të procedurave dhe udhëzimi që është aktualisht në fuqi, marrin niptin tek administrata tatimore për efekt të saj skeme, janë fermerë të cilët për të gjithë blerjet që ata bëjnë në funksion të aktivitetit të tyre, e kanë kosto të vëshën dhe nuk kanë për shkak të statusit të tyre me përgjegjësi tatimore që s'kan përgjegjësi tatimore, nuk e kreditojnë këtë të vëshë, kjo është kategoria e fermerëve, e cila në bazë të direktivës u ofrohet mundësia nëpërmjet kësaj skeme të veçantë të TVSH-s, në mënyrë që t'i jepet mundësi të kompensojë një pjesë të TVSH-s për inputet e blera. Kjo ishin 3 kategoritë. Ky zotëria që është regjistruar në tatima, si thonë ju, ka një lip nga tatima. Po. Çfarë diferencë ka me këtë zotërinë? Si produse po flas. Çfarë diferencë ka me zotërinë që nuk ka nip nga tatimet, por ka një nip nga QKB? Bëja. Cila është diferenca midis njërit dhe tjetrit si njësi produse? Pra, që të dy marrin plera kimike, që të dy blejnë naftë për të punuar tokën, që të dy punojnë tokën, që të dy prodhojnë tokën. Prodhojnë domate. Tani, ky që është i regjistruar ka një nip në QKB, ju thoni që nuk kompensohet. Pavarësisht se ky ka bler bashkë me inputet bujqësore dhe TVSH. Kurse ky tjetri që është i regjistruar në tatime, ka bërë të njëjtën gjë, po ky do kompensohet. Cila është diferenca? Dhe për më tepër, shikoni, ne nuk flasim këtu për ata. Unë jam një Eksakt. Tani, imagjinoni, mund t'ju jap dhe këtë argument, ju lutem, zoti zëvendës ministër, mund t'ju jap dhe këtë argument, imagjinoni, unë jam një fermer, i paregjistruar, po nuk dua ta shes kudo, nuk dua ta futurohen, por unë shkoj dhe e shes tek ato pika grumbullimi që janë subjekti të TVSH-s. Prodhues bujqësor që janë subjekte të TVSH-s, aty e shes. Pse s'duhet i marr unë këto para? Kompensim, se nuk më njihet mua. Se unë se ndryshe se ta të lëshojnë faturë me TVSH, nuk autofaturohen. E kuptoni? Po pse? Për çfarë arsye? Pse duhet më çoni patjetër që unë shkoj të autofaturoj? Pra, kushtet që unë ta përfitoj këtë është që të jemi pa regjistruar, të jemi me NIP QKB-je dhe të autofaturohen. Po nuk dua më ta shes atje. Kam një mikun tim që ma merr me çmim më të mirë, njoje atje që ky qellon që është subjekt i TVSH-s, nuk e zgjedhun. E kam më afër, mi merr atje te parcela ime. Po pse mos ta përfitoj unë këtë? Edhe unë harxoj një soi si të tjerë. Ose ja shes baxhove. Po pse mos ta përfitoj? Po për çfarë arsye? S'ka logjik. Jam i njëjti prodhues që zgjedh t'ja shes biznesit vogël, që nuk është pjesë e TVSH-s, zgjedh t'ja shes grumbulluesve që janë formalizuar, që në fakt janë pjesa më e ndershme më e mirë, sepse janë formalizuar dhe ne duhet t'i çojmë gjithë si këta. Jo t'i bëjmë dhe këta si tjerët, e kupton? Dhe ju doni të mësoni patjetër në një subjekt që autofaturon. Tani pse duhet ndodhi kjo? Nëse ka ndonjë argument teknik këtu, na e shpjegoni. Nëse nuk ka argument teknik dhe nuk është çështje direktive më, është tjetër gjë direktive. Direktiva punon për grupe shumë vogla, që bëjnë xhiro shumë vogla që nuk janë pjesë e skemës të TVSH, sepse ata kompensojnë TVSH, gjë që nuk ndodh në Shqipëri. Po kjo është tjetër histori. Ju po vini me skem kompensimi dhe më vini mua si biznes
që jam regjistruar në QKB si një prodhues shumë i vogël që herë nxjerr lakra, herë patate, herë domate, që duhet shkoj patjetër për të marrë këto para mbrapsht, duhet shkoj patjetër te skema autofaturimit, se ndryshe nuk do përfitoj. Kjo s'm duket normale. Do jepni një reagim, Ministria? Në lidhje me pyetjen e parë, kur një fermer zgjedh të regjistrohet në QKB si i vetë punësuar dhe kur një fermer do të përfitojë nga skema e kompensimit të TVSH-s, regjistrohet dhe pajishet me NIP nga administrata tatimore. Kjo është në përputhje me direktivën, sepse skema është e dizajnuar. Po se e kam para, sa ta përfundoj, se e kam para nenin. Unë po them, prodhojmë të dy të një gjë, se ka dy element, dhe këto mundohet zoti do të pyesoj. Ka dy element. E para nga kahu i produsit, dhe si produsit i gjithë i saj. Gjithë kemi marrë input, gjithë kemi marrë të vëshërë të jemëra, dhe elementi i dytë nga krahu i blerësit. Tani ju kemi kufizuar edhe pjesën e produsit, kemi kufizuar edhe blerësit. Dhe normalisht, praktikisht, jemi të njëjtë, ore jam një person. Në qoftë se do marr 100 kujtal domate dhe do t'i çoj ke ai që autofaturon do marr kompensim, ndërkohë që në qoftë se do t'i marr t'i çoj ke një biznes i vogël apo do dalë në treg të lirë, nuk do marr kompensim. Dhe unë, i njëjti produkt, jam i njëjti njeri, dhe po më thoni ose këtu, ose s'merr kompensim. Dhe kjo është edhe një gjë tjetër. Kjo do vëdasi çmimet akoma më shumë. Sepse po e përshëndroni aq shumë tregun, sa do goditë çmimin dhe ai do thotë, me kaq treg po deshe pata. Pa atje s'ke kompensim do. Atje s'ke kompensim. O do ma lësh mu në 40 ose shkoj atje më tam dhe s'ke kompensim. Nuk keni për të shtuar gjë? Doja nëse është e vlefshme për të adresuar të dyja pyetjet, do kërkoja nëse do më lejoni të citoj nenin kryesor mbi të cilën është hartuar ose është pjesa e skemës së kompensimit fermerëve të direktivës, i cili e ndan këtë gjë dhe thot në rastin e aplikimit të fermerëve të regjimit normal të TVSH-s ose për skema të veçanta sipas kapitullit 1, por skemat e veçanta i referohet bizneseve të vogla, subjekt bizneset të voglave që ka çdo vendi antar i BE-s, ka shumë mundësi që të sjellë vështirësi administrative, atëherë vendet anëtare mund të aplikojnë për fermerët këtë skemën flat rate. Pra, ne jemi përmbajtur këtë skemë jemi përmbajtur. Për këtë skemë Ka lidhje fare me direktivën, se po ta përsëris edhe një herë. Jam unë, Erion Braçha. Kam 100 kg domate dhe po i sjell ke ty dhe 100 kg domate që po i çoj atje matan. Po i çova atje matan do kompensohen, po dola ti shes në treg të lirë nuk kompensohen. Kjo është absurde. Është alogjike dhe kjo nuk është direktiva e BE-s. Kjo nuk është direktiva e BE-s. Okej. Atëre, kush është dakord me amendimet e nenit një të propozuara nga zoti Bozdo? Katër pro, kush është kundër? Jemi 6 kundër, ngel si ç'është ky ligj, abstenim nuk kemi. Kalojmë tek neni 2. Edhe për nenin 2 zoti Bozdo ka bërë një amendim.